siç ndodh rëndom në kryesinë e LDK-s, pati një diskutim, thash edhe një herë gati 4 orë, një diskutim i hapur e demokratik, duke shtjerë debatin në secilën pikë të mundshme, natyrisht duke filluar nga një analizë e rezultatit në zgjedhjet e fundme dhe duke kulmuar sipas kërkesës të vetë kryetarit Abdis Xhiku, siç është deklaruar këtu në këtë sallë në 28 dhjetor, do të ftohet kuvendi si organi më i lartë vendimarrës i Ligjit Demokratik të Kosovës më datën 31 janar. Në këtë kuvend, siç është deklaruar vetë kryetari Abdis Xhiku, ai do të ofrojë ndërheqjen e tij për të lënë pastaj të lirë kuvendin të vendosë edhe për këtë çështje edhe për çështje tjera dhe për diskutime tjera që mund të ngriten në atë kuvend, thash edhe një herë, si organi më i lartë vendimarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo është formë që e kërkon vetë kryetari i partisë, formë e kërkesës së votbesimit. Pra kryetari Abdis Xhiku në këtë kuvend do të kërkojë votë të votbesimit, pra kuvendi i LDK-s që ka 355 delegat do të vendosë pra në këtë kërkesë të kryetarit Abdis Xhiku nëse vazhdon të ketë besim tek kryetari i partisë apo jo, pra është formë e votbesimit, e kërkesës së votbesimit, si shtatë ju në 27 i statutit të LDK-s e lejon. Qoftë kuvendit që të kërkojë këtë votbesim apo kryetari Abdis Xhiku, kryetari i LDK-s, në këtë rast zoti Abdis Xhiku të kërkojë një gjë të tillë. Pra është kërkesë për votbesim. Pra statuti i LDK-s njeh të drejtën e kryetarit të partisë, këtë rast zoti Abdis Xhiku, për të kërkuar votbesim, një gjë të tillë do të kërkojë më 31 janar, siç ka bërë dhe publike që më 28 dhjetor. Delegatët e LDK-s 355 dëgjësej ose 354 minus kryetarin aktual, zotin Abdis Xhiku, do të vendosin se si do të trajtojnë këtë votbesim. Dhe dyta, pra duhet ketë një proces tjetër për të ardhur deri tek kandidaturat e tjera për të pasur një proces zgjedhor në LDK. Për momentin jemi tek pjesa e votbesimit, shohim rezultatin më 31 janar dhe pastaj diskutojmë gjithë. Sa i përket gjitha këto që i ngritet ju këto çështje, pra nga kuvendi rrjedh Këshilli i Përgjithshëm, nga Këshilli i Përgjithshëm rrjedh kryesia, gjitha këto janë vendime që diskutohen e pastaj nëse ka nevojë dhe merrem këto vendime në kuvend. Pra s'mund të baragjykoj për vendimet e kuvendit që merren me 31 janar, do të presim edhe unë edhe ju 31 janarin.